do të punoj, do të luftoj dhe kam kërkuar që të kandidoj në listë hapur, që s'mu pranua, edhe mas datës 12 që dolin emrat, që të hyja në listë hapur, edhe kam thënë, po s'marr mbi 12.000 vota personale, nuk dua mandatin. Nuk e dua mandatin, kam thënë. Nuk më futën prap. Pse? Sepse di ç'është Folli Tyrmana? Një para shpakist. Po, kush nuk e do, drejtësi. Minutë. Ajo që ka vuajtur. Po se ja kam thënë në sy, në mbledhje, në foruma, në grup parlamentar. Mos bëni gabim për këtë, sepse kjo aleancë ju ndërtori tani nuk ka asnjë lloj vlera përpara një aleate strategjike që mund të kishim spakun. Sepse gjithçka që ne kemi deklaruar, që kemi denoncuar, do të shihet thjesht retorik politike, po mos ishte materializuar në fillim procedurë me gjykime nga spaku. Ne mund të bëj spaku gabime, mund të ketë spaku probleme, po nuk mund të organizat kriminale. Po kur? Që do të thotë që ne politika është super organizatë kriminale. Edhe unë kam vërejtë një për spaku. Po kush e ngriti organizatë kriminale? Ngriti organizatë kriminale politika. Po. Se ne bëm. Politika, ne votum, ne zgjodhëm. Pra nuk shkon, nuk bën sens kjo dhe kur 80% e qytetarëve duan dhe vetëm shpëtim qytetarët thonë për politikanë korruptuar, për gjithçka të korruptuar thonë spaku. Shqyqyra herë nder, shqyqyra u krijuar. A kupton? Në një kohë që qytetarët duan ti thu dashkri, dashduk. Çfarë di? Ti mund të kënaqesh 5 veta të fortë, që thonë inshallah pa hiç pakun se të binë rahat ato. Po qytetarët thjesht jo. Kjo lloj retorike që ka bëu ai ka bëu ato gojë sepse domon ky tregon sakt që ky nuk e do shtetin e drejtës Allah. Edhe pse nuk e do shtetin e drejtës, nuk e do për ato që i kanë ndodhur këtij, që i kanë ndodhur familjes këtij. Edhe tjetra është kjo që. Po. E tjetra tani është kjo që. Normal është. Berisha dhe gjithë to e kishin qartë që nuk i fitonin zgjedhjet. Për shkak të historive që kishin ardhur, problematikave të vetë gjithë gjërat. Po këtyre nuk ja mori menja që do humbshin me shumicësuar. Dhe jam i veti person që kanë paralajmëruar me 26 korrik 2024 kur to prapë martuan për SPD për kodin zgjedhor, për listat mbyllura. Në një kohë që Rama, Damian Gjeknori që ka thënë publikisht, nuk ka qenë për listat mbyllura, ka qenë për tul marzhin. Në 6000 vota që nga i parë deri në fundit që të kishte rrezik për god, jo të ishin siguruar. Këto bën lista mbyllur. Dhe ç'a bëri? Rama ç'a bëri? Që lista mbyllur vuni njerëz të panjohur, 33-5% për të përgatitur për mas 4 vitesh, kurse këto vun galloshët. Cilët nuk i do njerëzit. Kthehemi tani prapë ke numri votave. Merr Tiranën. 151.500 vota për opozitën. Nga këto 136.400 i kanë lista hapur. Nga këto 14.100 ka lista mbyllur, pra 12 galloshe që janë aty. Kanë 14.000 vota. I deputet i çerek. Tamon galloshe. A je kështu? Tamon galloshe. A je kështu? Po më je sakt. Pa Ilira Limeti, Jurita, gjithë. Aslando Gjani, kushdo qoftë të gjithë. Ka marr vota dhe nuk janë parlament. Kurse këto s'marrin vota në parlament. Do të gjithë bashkë nuk kanë marrë sa kanë marrë do këto dy Jurita me ata. Çfarë them tani? Tash ti.